Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit dhjetor për shenjën e ujorit. Ujor, java e parë e dhjetorit do t'ju sjell përgjigjet e shumë pritura. Do t'jetë java ku më në fund do t'ju hapen syt, sepse keni qenë për një periudhë në pritje, keni pasur dy opsione përpara jush, edhe shumë njerëz ju kanë folur gjatë këtyre muajve të 2025-s, ju kanë shtyrë në drejtime të ndryshme. Dikush ju ka thënë bëj këtë, dikush ju ka thënë bëj këtë tjetrën, por ti asnjëherë nuk je bindur se e ke ndjerë brenda vetes tënde që nuk kanë qenë opsionet më të mira për ty, zgjidhjet më të mira për ty. Dhe ke qëndruar në heshtje, ke qëndruar derisa të dalë diçka tjetër, diçka më e mirë. Edhe hëna e plot me datë 4 dhjetor dhe do ta ndjesh si energji për gjatë gjithë javës së parë të dhjetorit, 2-3 ditë para, 2-3 ditë pas. Kjo hënë e plot sjell një realizim të madh për ju, sepse është në shenjën e binjakëve, që është energji ajri, një lloj si ju. Dhe impakti i binjakëve ju bën më të kthjellët, ju sjell më shumë mundësi, ju sjell të vërteta, ju sjell informacione që ju nuk i keni ditur më përpara. Dhe mbi të gjitha ujor, shikoj që ju do të shpëtoni nga një rrezik, do të shpëtoni nga një e keqe, nga diçka që mund të jetë një kurth që dikush po përpiqej t'ju bënte, dhe në vend që të bini ju bie vet në këtë kurth, do të zbuloni një hile. Për disa ujor mund të jetë një hile në punë, një djallëzi, mund të jetë një situatë që dikush ju ka ofruar të bashkëpunoni dhe në fakt ky person mund të jetë njëri me hile, një person që është munduar që të krijojë një situatë ku ju dilni të humbur dhe ata përfitojnë shumë më tepër. Mund të ketë qenë një situatë që ka të bëjë me shoqërinë ose me një person të familjes. Sido që të jetë kjo për ty në mënyrë specifike, e vërteta do të zbulohet, ti do bindesh që kishe të drejtë që prite, dhe mbi të gjitha do ta mbash këtë, shikoj ujor, si një të fshehtë, nuk do bëni debat, nuk do diskutoni, pavarësisht ajo e vërteta do të jetë e hidhur, do të jetë diçka që do t'ju nervozojë shumë, sepse në javën e dytë ju shikoj shumë të mërzitur, do të jeni me nerva, do të jeni të irrituar me këtë person, mund të keni një energji, një natë të brëndshëm, por nuk do ta jepni veten. Nuk do ta jepni veten sepse e dini që po të flisni, po të përballeni me këtë person, mund të shkojë në diçka edhe më të madhe, mund të shkojë edhe mund të hapet një problem tjetër, dhe thoni më e mira është shpëtova nga problemi, nga rreziku, nga kjo, le të vazhdoj të fokusohem tek gjërat e mia. Është një bekim për ju, java e parë dhe java e dytë, ku ju dilni faqe bardhë nga kjo situatë, sepse dëshira është për t'ju dëmtuar, dëshira është për të krijuar një problem, për të sjellë një konflikt, për të krijuar diçka. Për sa i përket çifteve, shikoj që do të keni disa diskutime dhe do të bëhet fjalë për një situatë xhelozie, për një situatë dyshimi. Nuk do të dalë ashtu siç ju e keni me frikë. Mund të keni ndonjë dyshim që partneri ose partnerja po ju tradhton, mund vi dikush t'ju thot në javën e parë ose në javën e dytë që shiko se kam parë diku me një person, edhe në fakt zbuloni që është një person që është i familjes, apo që nuk është situata ashtu siç ju a kanë përshkruar. Do evitoni një zënk të madhe, do evitoni diçka për shkak se ju vetë do t'rregoni të kujdesshëm. Pra çfarëdo që do t'ju vi si informacion, si fjalë që mund të dëgjoni në javën e parë ose në javën e dytë, siguroni që ta verifikoni përpara se të shpërtheni ujor. Energjia më thot qartë, letrat më thonë që jo, do jeni shumë të kujdesshëm, shumë të përmbajtur,
Por megjithatë, po ju a them këtë për ujorët që mund të kenë energji zjarri shumë në hartën e tyre, nëse keni shenjën e hënës ose shenjën ascendente në dash, në luan ose në shigjetar, tendenca për të shpërthyer është më e fortë, është më e madhe. Mund të jetë edhe një kontroll që dikush do t'i bëj makinës në javën e dytë, shikoj. Një kontroll që ti do t'i bësh makinës, që do zbulosh një problem me makinën dhe ky kontroll do të parandaloj diçka më të madhe, një problem më të madh ose një aksident ose diçka që do të jetë me pasoja shumë të rënda. Ky kontroll pikërisht në javën e dytë do të sjell atë shpëtimin tënd, do thuash sa mirë që e bëra këtë gjë. Dhe për disa ujor kjo lidhet edhe me shëndetin tuaj, është një mesazh specifik, jo të gjithë do ta kenë këtë si ndjesi, por është mirë dhe si situatë që të bëni një kontroll sidomos nëse keni pasur disa shqetësime nga ana shëndetësore, është edhe periudha e fundit të vitit, të bëni një kontroll sepse nga një analizë e thjesht gjaku mund të zbuloni disa gjëra që nëse e merrni situatën në kontroll dhe kujdeseni menjëherë, mund të parandaloni diçka më të madhe më vonë, mund të zbuloni për shembull që pavarësisht moshës që keni një nivel shumë të lartë, po ju jap një shembull, sigurisht sepse është një lexim i përgjithshëm. Po si shembull, dikush mund të zbulojë që niveli i kolesterolit e keni shumë të lartë, duhet me patjetër që të ulni nivelin e kolesterolit, të ndryshoni mënyrën se si ushqeni në mënyrë që të parandaloni një infarkt në të ardhmen ose probleme me qarkullimin e gjakut. Pra, bëni kontrollet e nevojshme, siguroni që gjithçka të jetë perfekte ashtu siç ju dëshironi. Dhe java e tretë do të jetë një javë që shikoj një fitore, shikoj një sukses, shikoj që në ambientin e punës për disa ujor, ju do të arrini të vlerësoheni në krahasim me personat e tjerë. Pra, mundet që ju t'jeni personi më i dalluar, t'jeni punëtori ose punëtoria më e dalluar, t'keni arritur për shembull nëse keni një punë që ka një kuotë apo ka një standard apo ka disa rregulla që kërkohen që duhet t'i realizoni disa norma deri në fund të vitit, ti mund të jesh i vetmi person në krahasim me anëtarët e tjerë të kolektivit që i ke arritur të gjitha kërkesat, të gjitha kuotat, të gjithçka, dhe për këtë e para do të jetë një vlerësim e shikoj përpara gjithë kolektivit, pra mund të dërgohet në formën e një emaili zyrtar që e marrin të gjithë, mund të jetë në formën e një mbledhje ku ju vlerësoheni, mund të jetë për disa edhe mbyllja me sukses e një trajnimi, mbyllja me sukses e një aplikimi që ti ke bërë dhe ti del personi që e fiton atë vend pune ose ti je personi që e fiton atë rritje në detyrë, çfarëdo qoftë kjo për ty në mënyrë specifike, e gjithë vëmendja është tek ty, gjithë fokusi është tek ty në këtë javë të tretë. Dhe java e fundit është një javë feste, është një javë gëzimi ujor, është një javë ku ju shoh shumë të kënaqur për veten tuaj. Dhe mbi të gjitha do të festoni për shëndetin tuaj, do të festoni për jetën, do të festoni për gjithçka që keni kaluar gjatë 2025-s, po sidomos kjo situata javës së parë, javës së dytë, do të jetë një shkak më shumë për të festuar, për ta ditur rëndësinë e jetës, për të thënë shpëtova nga kjo e keqe, shpëtova nga ky rrezik, nga ky problem, tani duhet ta shijoj jetën, duhet ta shijoj pjesën e periudhën e festave, do dilni me shoqërinë, me familjen, ju shoh shumë të lumtur, shumë të kënaqur, me shumë njerëz rreth vetes tuaj, sepse shpirtërisht ndjeni plot, ndjeni shumë mirënjohës fatit, Zotit, universit për mundësinë që ju dha, që ju hapi syt, që ju mbrojti nga e keqja, që ju mbrojti nga ky problem që mund të kishte shkaktuar diçka më të madhe. Ju shoh shumë të kënaqur. Do mbyllet
me lumturi viti, me lumturi, me hare, me humor, me gëzim, me shumë energji pozitive për ju ujor. Dhe nga orakulli i dashurisë dhe i romancës, mesazhi për ju më thot: embrace, pra përqafojeni njëri tjetrin, qëndrojeni pranë njëri tjetrit. Through each other you find the missing pieces. Mes njëri tjetrit, kur jeni bashk, ju gjeni ato pjesët që mungojnë. Pra ju ndjeni të plotësuar kur jeni me njëri tjetrin. Mendojeni njëri tjetrin si një puzzle që momentin që jeni bashk, krijohet pasqyra e madhe e jetës tuaj. Kush është në një raport në çift, do të mbyllet dhjetori në mënyrë shumë pozitive, do të jeni shumë të lumtur me njëri tjetrin, shumë të kënaqur, dhe mbi të gjitha kjo marrëdhënie është e shëndetshme sepse personi tjetër gëzohet kur gëzoheni ju, gëzohet për suksesin tuaj, për fitoren tuaj. Nuk keni ego me njëri tjetrin që pse ti po fiton para më shumë, apo pse ti ke sukses më shumë, apo pse ti ke arritje më shumë. Jo, suksesi yt është edhe suksesi i personit të zemrës. Arritjet e tua janë edhe arritjet e personit të zemrës. Nuk ka xhelozi dhe rivalitet mes jush, ka vetëm dashuri, mbështetje dhe suport. Çfarë është e mirë për ty është e mirë edhe për të. Çfarë është problem për ty është problem edhe për personin tjetër. Ndërkohë ata që janë single mund të mbyllet viti po single për ju, sepse nuk ju shoh të fokusuar tek gjetja e një personi. E rëndësishme është që vetë jeni mirë dhe gjithçka është mirë në nivel personal. Ju shikoj të qetë, ju shikoj të lumtur, keni shumë arsye për të qenë të lumtur dhe për të qenë të bekuar ujor. Po kërkoni që kur të ndodh dashuria të jetë një dashuri e tillë, një dashuri që ti ndjen një plotësim total, nuk është sforcuar, nuk është dashuri që ti ke pikpyetje, që ke dyshime. Do një person që në momentin që njihesh ta ndjesh që ky është personi i duhur, edhe të keni një klik të menjëhershëm. Për ujorët kjo gjë është shumë e vërtet, më shumë se sa shenjat e tjera. Ujorët kanë aftësinë për të parë të ardhmen, për të parë momente deja vuja, si në një film që të kujtohet një episod apo një skenë e një filmi. Kur ti ke gjetur personin e duhur, nëse ke ascendente në ujor ose diellin në ujor, do ta ndjesh, do të krijohet si një vizion nga e ardhmja. Pra e di që ky person është në të ardhmen tënde, do jetë në të ardhmen tënde për vite me radhë. E të krijohet një ide e menjëhershme, thua, ky është apo kjo është. Aq. Ujorët mund të njihen me dikë, mund të njihen për një kohë shumë të gjatë, mund të jenë në lidhje me muaj të tërë, ndonjëherë edhe një vit, 2, dhe mund të mos ta ndjeni. Nëse nuk e ndjeni atë klikun, atë që t'ju krijohet, thash si imazh, si vizion, si deja vu, si një figurë në mendje, nuk është personi i duhur, sepse me personin e duhur do t'ju ndodh menjëherë, do t'ju ndodh që në takimin e parë, do t'ju ndodh ndoshta që në javën e parë që ti njihesh shumë shpejt. Nuk duhet një kohë gjatë për ujorët. Përkundrazi për ju është shenjë jo e mirë kur është një kohë shumë e gjatë e ti nuk bindesh, po ta shoh, po të njihemi, po të shikojmë se si kur ndodh kështu në mënyrë shumë graduale, shumë zvar, nuk është shenjë e mirë, se ju udhëhiqeni nga Urani. Urani është planeti që lidhet me korrentin, me elektricitetin, me dashurinë, me shikim të parë, të bija e Rufeja, kur themi në kuptimin figurativ, keni parasysh ato kukullat, filmat vizatimor që kur dashurojnë ndjejnë atë shkëndijën, shigjetën e Kupidit edhe syt zemra. Kjo është fiks në mënyrë figurative, po ju a them pjesa e dashurisë së ujorit. Nëse ndjeni këtë gjë, ndjeni që keni gjetur personin e duhur. Okej, ujor, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për muajin dhjetor. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem e jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe,
që mos u humbisni videot e ardhshme dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online direkt nga website-i im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju uroj gjithë të mirat dhe bashk do dëgjohemi në parashikimet vjetore të 2026-s. Kalofshi sa më bukur festat e fundvitit me familjen, me shoqërinë, me të gjithë personat që ju do zemra. Ju uroj shëndet, fat dhe begati për ju dhe për familjet tuaja. Gjithë të mirat, mirupafshim.